Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar, do të flasim ditën e sotme për historinë, do të flasim për Apollonin, për jo vetëm. Me ne është bashkuar doktor e asociuar, profesor Zoti Bashkim Vrekaj. Zoti Vrekaj, faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit juve për ftesën. Morëm shkas nga një botim që ju e keni risjell sërish që fokusohet për Apollonin. Ju keni bërë shumë kërkime atje, dikur keni qenë dhe drejtues në parkun e Apollonis. Sa e lashtë është ajo trev? Faktisht, Apollonia është në qytetet më të hershme të themeluar në Bregdetin e Iliris, sepse është një koloni helene, kuptohet, nuk është qytet i lirë, por është nga më të hershmet sepse nga të dhënat e fundit, edhe të gërmimeve arkeologjike, të cilat unë edhe i kisha parashtruar në botimin tim për historinë e Apollonis, dëshmojnë që qyteti është themeluar në çerekun e fundit të shekullit 7 para erëson, kuptohet, para Krishtit, ndërkohë që deri para pak kohë, ka aktualisht dhe tani studios që pranojnë si kohë vitin 588 para erëson, që i bie rreth 30 vjet më vonë. Nga kjo pikpamje, duke qenë një qytet i themeluar hershëm, pothuajse në një kohë me Epidamnin apo edhe dy raund, sepse ka dy emra dhe koloni helene, është një qytet me interes, pasi territori i lirë i prapatokës Apollonis, ashtu si dhe i Dyraut, nuk ishte qendra qytetare në këtë kohë. Qytetet e para i lirë themelohen rreth mesit të shekullit 5 para erëson Amantia, fund të shekullit 5, fillimi i shekullit 4 Nikaja, kështu me radhë. Kështu që nga kjo pikpamje, domethënë Apollonia shërben si model i qytetit, si model i jetës qytetare, si model i kulturës. Kështu që nga gjitha një ta marrësh, ishte me interes për Ilirë. Dhe duhet kemi parasysh një gjë që ne e themi koloni, por ky nuk ishte pushtim, si ishte kolonializim, se nganjëherë ngatrojnë termat, ishte thjesht një bashkëpunim i helenëve, të cilët e njihnin të territor nëpërmjet tregtisë. Pra, para themelimit të Apollonis, ne kemi importe nga vise të ndryshme helene. Helen quhesh në Antefaks, nuk quhej Greqi. Në antikitet, termi është Helen dhe Hellad. Pra nga Hellada. Kështu që duke qenë në kontakt këta tregtarët, kryesisht Korinthas, me tregtarët ilir, erdhi një moment që ran dakord të dyja palët që të themelojnë këtu një qytet, sepse ky proces i themelimit të kolonive helene është një proces si thua rajonal. Gjithë Bregdeti Mesdheut është prekur nga ky proces. Dhe ky ishte thjesht një lëvizje ekonomike, megjithëse Hellada ishte vend i varfër, por popullsia po shtoi, s'kishin mundësi ta përballonin, atëherë filluan të lëviznin nga territoret, nga qytetet mëm në rajonet të tjera, por kryesisht në Bregdet, sepse duhet gjithë një të mbanin kontakt me qytetin mëm. Dhe në Italinë e Jugut, për shembull, në këtë kohë janë themeluar me qindra koloni, deri në atë shkallë sa që Italia e Jugut quhej dhe Magna Grecia, Greqia e Madhe, sepse kishte koloni aty që u bën më të mëdhaja se qytetet mëm, siç ishte për shembull Posidonia, Neapolis në atë kohë, Herkulane me tjera, ka shumë qytete. Ndërsa Bregdeti i Iliris u prek më pak nga këto, pavarësisht se jemi më afër, po si duket atje ishin dhe kushtet më të mira, por megjithatë me aq sa koloni sa u krijuan, domethënë procesi ishte thash një proces konsensusi. Dhe në vendin ku themelua Apollonia, para ardhes kolonistëve kishte një vendbanim të vogël i lirë, me disa familja, me një fis, dhe këtu bëj shkëmbimi madrave, prandaj dhe quhet një emporium në fillim. Empor është një pikë tregtare shkëmbimi midis tregtarëve helenë dhe tregtarëve ilir. Pra në këtë pikpamje edhe banorët e këtij empori, pra ilirët ishin këtu, në momentin që u vendos të themeloj, kishte ca zakone, domethënë merrej mendimi i perëndive, konsultoheshin orakujt në Dodon edhe në Delf, për domethënë ata që e merrnin përsipër themelimin, bënin konsultime paraprake, merrnin parashikimet
Edhe pikërisht nga këto parashikime ata dhe zgjodhen këtë vend dhe i vënë emrin Apollon sepse ishte tempulli i Apollonit në Delf që i këshilloi që po ndërmerreni këtë nisëm se faktikisht të themelosh një koloni është një proces shumë i vështirë. Sot të bësh një qytet është e vështirë, jo më në atë kohë, sa e vështirë ishte domethënë themelimi i kolonive, po të kemë parasysh që ata vinin nga larg, nga Kornithi, 200 veta sipas burimeve antike. Kudo venin, kudo streheshin, derisa të vinin në jetë qytetin, pra të ndërtonin banesat, të morin rrethuse, kështu me radhë monumentet ka qyteti. Kështu nga ky pikpamje ata kishin me bashkëpunim në ilirëve, dhe këta ilirë që ishin pikërisht këtu në këtë vend që më vonë u themelua Apollonia, aty ishin domethënë dëshmia e këtyre ilirëve ishin shekullit 12, pra gati 5 shekuj para se themelojë qyteti. Por tregtia ekzistonte midis të dy popujve, helenëve dhe grekëve, ilirëve. Kështu që edhe kemi në këtë këndvështrim kemi si thua integrimin e parë të ilirëve në koloni. Pastaj këta kolonistë që erdhën, thot profesor Pierre Caban, një helenist i shquar, që 200 veta erdhën ishin meshkuj, kuptohet, s'kishin marrë gra me vetë, atëre normalisht do martoheshin. Çfarë morën gra ilire? Pa duke marrë gra ilire, brezi i parë i Apolloniat Vjetërinj ishin përzierë helen edhe ilir. Pra u zgjerua pjesëmarrja ose si thua prezenca ilire në Apolloni. Me kalimin e kohës pastaj duket që vinin her pas here. Edhe fakti është që në Apolloni ka pasur rreth 20-25% të popullsisë që ishin me origjinë ilire, po integrohen në koloni, kuptohet. Mësonin gjuhën, ndiqnin rritet fetare sipas panteonit helen e tjera, por ishin në sfera të ndryshme në kuptimin kishte ilir që arritën deri në postin e prytanit, që ishte edhe nënpunësi më i lartë i qytetit, kishte që ishin tregtar punishtesh, kemi dëshmi që ishin tregtar punishtesh tjegullash, kishin sklevër e tjera, po kishte edhe ilir të varfërët, kuptohet, shtres më të ulët që punonin për llogari të këtyre që ishin më të pasur. Por marrëdhëniet midis Apollonisë dhe ilirëve gjithnjë kanë qenë miqësore. Nuk ka pasur asnjëherë një, si thua, kontradikt apo konflikt midis tyre, gjë që nuk u leverdiste ty apalve. Apollonis nuk i leverdis sepse po kishte në konflikt me ilirë do ishte izoluar. Ilirëve nuk u leverdis sepse ke Apollonia kishin një partner ekonomik, po edhe nga pikpamja e shkollës e tjera, pra kishin interesat përbashkëta. E vetmja luftë që ka bërë Apollonia ka qenë me qytetin Thronion, që ka qenë ai një koloni helene nga Eubea në treport të Vlorës, por është midis dy kolonive, s'është midis ilirëve dhe. Kështu që nga kjo pikpamje Apollonia përbën interes sepse është një qytet për kohën i zhvilluar, i pasur, jo vetëm një qytet i madh për kohën, që mund të ketë pas rreth 15.000 deri 20.000 banor, por ishte edhe një qytet me kulturë, me ekonomi të zhvilluar, me një mur të fuqishëm mbrojtës, rreth 4.4 km gjatë, 9 metër i lartë, 3.5 metër i gjerë, kishte monumente të rëndësishme si që ishte teatri, Odeoni, Shotitore, Tempuj, kishte mundësinë që të zbatonte tamam atë parimi klasik të një kolonie, sepse kishte dy kodra, në njërin kodër u vendos Akropoli ishte gjë tjetër veçse një vend i fortifikuar brenda një qyteti të fortifikuar, sepse në antikitet nuk mund të mendohet një qytet i pa fortifikuar. Pastaj kishte edhe një kodër tjetër që u shfrytëzua për Tempujt dhe që ishte vendi i shenjtë. Po ndarjet ishin sepse qyteti në atë kohë bëj që në fillim me arkitekt, pra nuk kishte ndërtime pa leje, nëse mund ta quajmë kështu. Ai që përcaktonte zonën e institucioneve, zonën e tempujve të tjera, dhe pjesa tjetër e qytetit ishte me banesa. Pra banesat ishin jashtë qendrës ekonomike, politike, religjioze të qytetit. Zotë Freka,
kush e drejtonte Apolloninë në asaj kohe? Kishte kryesues që vendoseshin dhe delegoheshin apo me jurisdiksionin e helenëve? Shiko, në përgjithësi në qytetet antike ka një periudhë, si thua, që ka evoluar nga një metodë qeverisje ose mënyrë qeverisje në tjetër. Fillimisht sistemi ka qenë oligarkik. Pra, oligarkia nuk është gjë tjetër veçse një grup njerëzish të pasur që kanë dhe pushtetin. Më vonë u kaluan në sistemin demokratik, po jo në të gjitha qytetet helene. Po, modeli ishte Athina, për shembull, në shekullin e 5. Në Apolloni, ashtu si dhe në Epidam, proceset zhvendosen rreth shekullit 4. Fillimisht në Epidam, bile atje ishte kalimi nga sistemi oligarkik në atë demokratik ishte pak i dhunshëm, se pati një revolt të demosit. Demosi greqisht, helenisht, është populli, kurse në Apolloni procesi ishte më paqësor si duket dhe arriti në një moment që në vend të kësaj aristokracie që rrithte nga kolonët e parë, e thonë dhe këta autorët antik, tani disa institucione zgjidhen. Pra, kishte një mbledhje të popullit, e cila zgjidhte nënpunësit më të lartë. Nënpunës duke filluar nga ai që ne i quajmë kryetar bashkie që ishte Prytani, tek këshilltarët, tek në rangjet e tjera, domthon kush merre me mbrojtjen e tjera dhe por kishte një gjë që kjo asamble, mbledhje e popullit, vendoste merrte vendim për gjërat më të rëndësishme. Nuk mund të bënte luftë Apollonia me një shtet tjetër apo një qytet tjetër pa marrë nga populli. Nuk mund të bëj paqe, nuk mund të hyjë në marrëdhënie me një fuqi tjetër pra në asamblenë e popullit, krahas që zgjidheshin këta nënpunësit që zgjidheshin për një vit, që mos kishte korrupsion. Çdo vit bëheshin zgjedhje. Një vit ishte mandati. Dhe Prytani, ky që kishte domethënë që drejtonte, që kuptohet, derisa kishte një asamble, ky ishte nënpunë, si thua, funksionar ekzekutiv. Zbatonte vendimet që merrte, kishte një këshill qyteti, Bulea quaj, këshilli, ta merrnin vendime, ky Prytani i zbatonte. Por gjithnjë ishte ky parimi i zgjedhjes. Është tjetër gjë që vota ishte vetëm për meshkujt të lirë dhe pronar, pra gratë s'kishin të drejtë votonin, sklevrit s'kishin drejtë të votonin, ata që s'kishin qytetarin, se mund të banonin qytet, po s'kishin drejtet e qytetarisë, nuk mund të votonin, po si do i tjetë, prap demokraci është. Sepse nënpunësit zgjidhen, bile japin dhe llogarin pasi e lën postin. Kontrollohen se si e kanë zhvilluar aktivitetin, mos ka pas dhe rast të korrupsioni, se kuptohet njihet që në antikitet dhe korrupsioni. Kështu që ky ishte modeli. Këtë model e morën dhe ilirët. Kur kaluan në një fazë që kishin qytetet e tyre dhe koinonet e tyre, sepse ilirët zgjodhen një model koinon që quhet, së gjithë tjetër verse një komunitet, pra nëse në Apolloni kemi një qytet shtet, po ama një qytet vetëm, në koinon kemi disa qytete dhe mjaft fshatra rreth tyre. Pra s'është e njëjta gjë. Ky është një model që vjen më shumë nga Epiri, domethënë nga fqinjet e ilirëve, nga Kaonët, nga Thesprot, nga Mollos. Edhe ata e njohin koinonin dhe përdorin si metodë qeverisje, kurse në përgjithësi në Hellat nuk përdoret. Atje është më shumë qytet shteti ose mbretëria. Në mbretëri të vogla domethënë në Greqinë antike. Kështu që prandaj do të them që Apollonia shërbeu si model edhe në modelin e qeverisjes. Ata morën Prytanin e Apollonisë si model, por morën dhe koinonin si organizimi i një territori të caktuar nga epirotët. Nëse referohemi rëndësisht si qëndron Apollonia krahasuar me qytetet e tjera antike të njohura shqiptare, siç ishte Durrëhu në pjesën e Shqipërisë mesme, e po ashtu edhe Butrinti ndoshta nga zona e jugut. Po, e qartë. Shiko, Apollonia qëndron është më e veçantë. Durrëhu ishte më i madh, ishte më i fuqishëm ekonomikisht,
Butrindi ishte më i vogël, megjithëse Butrindi Buthrotosi antik është pjesë e Kaonis, po këta ishin fqinjët më të afërt të ilirëve, domethënë kontakti i parë i ilirëve me epirotët, se epirotët ishin bashkësia e madhe, pastaj fiset ishin Kaonët, Tesprotët, Molosët e tjera. Apollonia ka një rol të veçantë, një vend të veçantë, sepse ishte një qytet relativisht i madh, i pasur, por ishte edhe një qytet aristokratik, ishte edhe një qytet i zhvilluar, sepse ne kemi dëshmi nga autorët antik që, për shembull, në Apolloni ka ardhur për studiuar perandori i parë romak Octavian Augusti, nipi i adoptuar i Cezarit. Sepse Cezari gjatë luftës civile kundër Pompeut qëndroi në Apolloni dhe Apollonia ishte pro Cezarit, pra e ndiqni politikën. Pavarësisht se Pompeu ishte një figurë shumë e nderuar në Rom, i fuqishëm e ta, prap apolloniatët mbajtën qendrim për nuk mbajtën qendrim për Pompeut. Dhe e pa qytetin ai, jo vetëm nga ana ekonomike, po edhe nga ana politike, po edhe nga ana arsimore. Dhe e dërgoi Octavianin që të studionte në Apolloni. Dhe ai ka ndënjur 6 muaj në Apolloni. Mund të qëndrohet edhe më shumë, por u detyroi të kthehej në Rom sepse u vra Cezari, ungjittia. Pra, Cezari mund ta dërgonte nipin e tij në Athinë, në qytete të tjera, në Spartë, në Aleksandri, ku të donte ai mund ta çonte sepse i kishte mundësitë. Ai zgjodhi Apollonin për shumë arsye. Për arsye në atë pas se ishte një qytet pro tia, pro romak, po edhe pro Cezarit, se ishte një qytet afër me Italinë, domethënë nëpërmjet Otrantos me njerë shkon në Itali, sepse ishte një qytet aristokratik, pavarësisht se kishte kaluar në atë fazën e qeverisjes demokratike, po prapë e ruante aristokracia apolloniate peshën e vet, dhe ishte një qytet me kulturë. Pra, këtu kishte mësues, kishte orator në këtë temenos që e quajmë ne, ose vend kodra e shenjtë, kishte një observator për yjet. Dhe ky astrologu, Theogenes e kishte emrin, që merri me vëzhgimet, kur shkoi një ditë Augusti me gjithë Octaviani, se në atë kohë Octaviani ishte bashkë me shokun e tij Agripën, se ne themi Octaviani, por ka qenë dhe Agripa në Apolloni, që shëroi që u bë ai një figurë e rëndësishme e perandorisë romake, kur shkoi në majtë kodrës atje dhe i pyeti ky Theogeni fillimisht Agripën për datën, kohën e lindjes, me një fjalë për të parashikuar atë që sot i quajmë horoskop, edhe ja tha ai dhe ky i tha fjalë shumë mira që në të vërtetë u realizon sepse Agripa pati një karrierë shumë të madhe. Kur erdhi rada të pyeste Octavianin, Octaviani nguroi, sepse kujtonte se nuk do kishte një parashikim po kaq të suksesshëm sa i Agripës. Kur ky tregoi muajin e lindjes, datën me një fjalë, ai astrologu ra në gjunjë, domethënë që në kuptimin ti do bësh perandor. Ai parashikoi një të ardhme. Po kjo ishte shumë e rëndësishme për Apollonin, sepse Octaviani duke qëndruar 6 muaj atje pati dashamirësinë dhe në momentin që ndodhi vrasja e Cezarit, ai donte të shkonte në Rom, kuptohet? Apolloniat i thanë, "Ri këtu, qëndro se këtu jemi i sigurt." Pra i shprehen besnikëri. Ai i falenderoi, bile japin edhe poza kështu, si thua pak melankolike autorët antik, se ka një gjë. Nga që Octaviani ishte në Apolloni, biografët e tij i ndoqën etapat e jetës tij dhe i japin shumë rëndësi dhe qëndrimit të Apollonit. Kjo i bëri akoma më të njohur Apollonin në antikitet. Ai i falenderoi dhe iku. Normale, por kur u bë perandor, në qoftë se qytetet e tjera u bën koloni, domethënë siç ishte Dyrau, u bë koloni, Byli si u kthyen koloni, Apollonia u quajt qytet i lirë pa taksa. Po kjo kishte shumë rëndësi për qytetin, sepse ishte një bar jo pak e vogël taksat, dhe pikërisht këto favori që i krijoi, ai investoi edhe për një bibliotekë, e shoqja e tij në Apolloni. Pra, e shikonte me dashamirësi qytetin ku kishte studiuar,
Dhe kjo i dha mundësi Apollonisë që të kishte prap një periudhë lulëzimi në periudhën romake që quajmë ne, nga shekulli i parë para Erson, gjysmë e dytë deri në shekullin e tretë. Pastaj në shekullin e tretë, perandori Karakalla nxori një edikt që quhet, një vendim në vitin 212, që thoshte të gjithë banorët e perandorisë romake janë të barabartë. Janë qytetar romak, s'ka më privilegje dhe kuptohet dhe Apollonisë ju hoqën, do e paguante edhe taksa si gjithë tjerët. Kështu që të gjitha këto e ndihmuan qytetin. Qartë, por kur mund cilësohet rënja e Apollonisë? Rënja në kuptimin një këtë lulëzim të madh që ju thoni si një vend që kishte tregti shumë të mirë, kishte një administratë shumë të mirë, kishte një lloj sistemi jetese shumë të mirë dhe ishte lakmueshëm në kohën antike. Po, shiko, ka një gjë domethënë. Fatet e qyteteve në antikitet janë të ndryshme. Fati i Apollonisë ishte një braktisje graduale. Pra, nuk kemi një ndërprerje të menjëhershme të dhunshme të jetës në qytet. Sepse nuk kishte, pavarësisht se qyteti koha ishte e trazor sepse kishin filluar dhe dyndjet barbare, por problemi i Apollonisë ishte devijimi i lumit Vjosa, Aosi antik, sepse ajo u krijua nga lumi. Parimi ishte që një koloni sipas Aristotelit duhet jetë pranë detit, po jo në breg detit. Sepse duke qenë breg detit i ekspozuar nga sulmet e piratëve, apo nga një sulm i mundshëm për pushtim. Apollonia plotësonte këtë kusht, sepse ishte afër detit, 5 km në vija ajrore, pavarësisht se ata thonë 12 km domethënë me ashtu, por lidhe me detin nëpërmjet lumit Vjos, sepse lumi Vjos arrithe 700 metra larg murit Apollonisë dhe ishte i lundrueshëm deri në breg. Dhe është i lundrueshëm. Pra është një lum që gjatë gjithë vitit ka ujë. Shtrati është fushor, me andret shumta krijon lumi deri në Grykderdhje, dhe kjo i jepte mundësi qytetit që të lidhe me detin, pra të bënte tregti, se tregtia me detin ishte tregtia më fitipëruse, kuptohet. Mendosh në antikitet të transportosh bloqe guri me qere, se sa është. Kurse në anje mund të transportoje bloqe guri, çfarë të doje në sasi të mëdha. Pra, zhvendosja e lumit të Vjosës, që ndroi shtratin rreth 5 km më në jug, ju dha goditje parë. Pra u ndërpre, si thua, arteri kryesor i ekonomisë. Nga ana tjetër, pati edhe një dy paktën tërmete të forta në shekullin e tretë para Erson, nga mezi i shekullit të tretë. Në fund të shekullit katërt, rreth vitit 382, mos gabohem, pati edhe një dyndje barbare, që kuptohet barbarët shkatëronin, grabjesin dhe shkatëronin, të gjitha bashk bën që qyteti gradualisht do psoj. Mos të kemi edhe iluzionin tjetër se ka edhe një gjë, në këtë kohë ka një proces që perandoria romake nuk është më në lulëzim, nuk është më në ekspansion, është në tërheqje. Pra duhet të mbrohet nga dyndjet barbare, të cilat kërcënojnë edhe Romën. Atëherë s'ka mundësi ta mbrojë Apolloninë, që krahasim me Romën ishte në periferi. Pra s'kishte edhe më mbrojtje nga nuk s'kishte më ajo famshja Paxa Romana që quhet vendosja Augusti. Ai ishte një kohë e artë, domethënë, sa që një pjesë e qyteteve që u themelon kohën e Augustit nuk kishin mure rrethues, se s'kishte nevojë. Kaq e madhe ishte siguria. Po ndryshoi situata. Në shekullin e 3-4, dyndjet filluan që në shekullin e parë, por u bën të rrezikshme në shekullin e 3-4. Dhe qyteti u praktikis gradualisht. Unë kam thënë edhe në libër që një pjesë e pasardhësve të kolonizëve të parë rrezik u kthyen prapë në Korinth. Pra tek stërgjyshit e katragjyshit e tyre. Dëshmia që kemi ne pastaj për braktisjen është se në fillimisht përmendet peshkopi i Apollonisë dhe i Bylisit, pra i përfaqësonte të dy qytetet në sinodet e shenjta. Në më vonë pastaj mbas shekullit të 5, vitit 420, përmendet vetëm peshkopi i Bylisit. E thotë që peshkopi i Apollonisë u zhvendos të Bylis. Dhe Apollonia ngeli një qendër kishtare, ka një bazilik të shekullit 5,
deri nga shekulli 10 nuk kemi asnjë të dhënë. Nga shekulli 11 pastaj fillon rigjallërohet jeta fetare, sepse kemi një kish paleo-bizantine që quajmë ne, ose bizantine e hershme, e stilit bizantin në shekullin 11 dhe më pastaj ndërtohet dhe manastiri dhe edhe sot tani në këto organizimin fetar që kanë quhet kisha, nuk e di, diçka e tillë Apollonis dhe prapë e ka rimar atë rolin fetar. Deri në cilin shekull është banuar në Apolloni? Maksimumi deri në fund të shekullit, deri në shekullin e 5. Maksimumi, po. Me gjasa në fund të shekullit 4 qyteti ishte braktisur. Në shekullin e 5 ndoshta vetëm bazilika mund të ketë qenë dhe pak familje. S'kemi gjurmë jetesën mbas shekullit 5. Zotë Vreka, ju thot pak më herët që kishin një gërshetim, duke qenë se erdhën disa burra nga Helenat, asaj kohe morën gra që ishin lirë, qyteti ndihet më shumë i lirë apo grek ose helen? Se nuk flasim për identitetin grek. Shiko, në antikitet nuk kishte komplekse. Domethënë siç ka sot. Nuk kishte nacionalizëm theksuar, kishte lëvizje të lirë, tregti të lirë. Po, normalisht qytetet ishin më strikte. Nuk pranonin tuaj. Pastaj duhet kemi parasysh një gjë, nuk është kollaj të pranosh tuaj sepse ti ke një sipërfaqe të caktuar. E të duash ti nga ana fizike se përballon dot. Por, tuajt aty, ata që quheshin tuaj, se nuk është se ishin tuaj nga vendet të tjera, po ishin tuaj se s'ishin qytetar, s'kishin drejtat të qytetarit. Dhe qytetari gëzonte gjithë ato të drejta siç kishte detyrime. Kështu që nga kjo pikpamje Apollonia ishte çik më konservatore, thon këta burimet e huaj, që nuk i pranonte shumë tuajt. Ruanin atë qetësinë e tyre, kupton, atë luksin që kishin krijuar nivel, kishin nevojë, menin aq skllëvër sa i duheshin, por nuk mund të hapeshin portat të qytetit, siç ndodhi në Epidam, për shkakun, në sa e të revoltës atëherë aty pati një dyndje të ilirëve në Epidam. Dhe nga kjo pikpamje Epidamni ishte shumë tepër përqindje ilirët banor se sa Apollonia. Megjithatë, edhe në Apolloni, nga studimet që janë bërë, të cilat unë i kam interpretuar, i bie që rreth 25% e banorëve ishin ilirë. Nuk është pak, domethënë. Po nuk është domosdoshme të vetë banojë në Apolloni. Dhënit ishin miqësore, kuptohet, ata kishin më shumë kulturë, po edhe ilirët kishin mundësi, domethënë, edhe të integroheshin, po e ruanin atë kulturën e tyre brenda suazëve të qytetit, pastaj varet nga shumë faktorë të tjerë, domethënë, po përgjithsisht këto ishin marrëdhëniet, ishin miqësore, domethënë, ishin bashkëpunim. Zotë Vreka, ju thot pak më herët që Apollonia ka bërë vetëm një luftë. Pse ka bërë atë luftë? Pse ka zhvilluar? Atë luftë Apollonia e bëri sepse nga që domethënë ajo është bërë në gjysmën e parë të shekullit 5 para Erësont, sepse ajo mbaj domethënë shumë me tregti detare. Mirë, po ky qytet i Thronion, që ishte në treportin e Vlorës të sotme, edhe ky ishte qytet bregdetar. Me sa duket filloi rivaliteti ekonomik, domethënë. Dhe për ta eliminuar këtë konkurrent, se ishte edhe Orikumi për shembull, po Orikumi ka qenë qytet shumë i vogël. Është qytet me 10 hektar, nga 85 që ka Apollonia brenda murit. Pra nuk ishte një. Ky si duket Thronion ishte fuqizuar, po e konkuronte Apollonin dhe Apolloniatët e sulmuan, e mundën dhe bile edhe i dëbuan banorët, u detyruan banorët të iknin. Edhe kjo është një, pastaj është histori tjetër, që ku vajten këtyre, që unë do e trajtoj në një botim tjetër, domethënë më shumë, po ky është fakti. Luftë tjetër Apollonia nuk ka bërë. Po, ka qenë rrethuar, edhe ka qenë pushtuar për pak kohë nga mbreti i Maqedonës Kasandri në vitin 314 para Erëson. Po vetëm 2 vjet, sepse Apolloniatët bën marrëveshje me ilirët, me mbretin ilirët kohës Glaukin, dhe i dëbuan Maqedonësit. Kuptohet, bashkëpunonte me Korkyrën, domethënë Korfuzi sotëm, se Korkyra ishte një superfuqi detare, kishte flotë të madhe, pavarësisht se ishte
një koloni e themeluar nga Korinthi, po u zhvillua në atë shkallë sa konkuronte me Korinthin dhe hyn edhe në konflikt. Edhe konflikti midis tyre mori shkas nga Epidamni, sepse ata paria e Epidamni që u dëbuan nga populli, vajte ngarkuan ndihmë Korkyr. Korkyra i pranoi, këta u ankuan, populli kërkoi ndihmë në Korinth, Korinthi dërgoi trupat e Korinthit qëndruan në Apolloni, sepse Apollonia ishte qytet i themeluar nga Korinthi dhe që e respektonte, dhe kjo aty pasaj merr shkas ajo që njihet në histori si lufta e Peloponezit, që u përfshi gjithë bota greke, helene, nga një anë ajo Korinthi me aleat me Spartën, nga ana tjetër Athina e Korkyra që u bën bashkë. Pra, vetëm kjo, kurse në rastet e tjera pasaj kur erdhën romakët, Apolloniat i hapën portat, e pranuan, pa rezistencë dominimin, mos se nuk ishte se i pushtonte Roma. I donte ti kishte aleate e tjera, kështu po. U vunën në situacion në protektoriatin. Protektorati është termi i gabuar, por nën dominimin romak, se protektorati është një term i shekullit 19. Qartë. Zoti Verkaj, sa i takon pikërisht ju thatë pak më herët që në antikitet nuk ekzistoni komplekset e nacionalitetit. Duke qenë se Greqia themeloi një qytet në zemrën e Shqipërisë, që është Apollonia, Ilirët nga ana tjetër deri ku kanë shkuar me vendbanimet e tyre? A kemi mësyrën në shtete tjera që sot njihen si kufit? Ja, shiko, ky procesi i kolonizimit është kryesisht dukuri helene, edhe shkaqet dihen. Edhe romakët krijuan koloni, po jo në këtë shkallë, jo në këto përmasa dhe jo me të njëjtën procedurë. Sepse ndërsa këta themelonin qytete të reja, përgjithsisht romakët qyteteve të caktuara u jepnin statusin e kolonisë. Pra, ai nuk bën një qytet të ri. Ai Bylisin për shembull e bëri koloni romake. Po të bëhej koloni romake kishte privilegje, se duket si termi koloni kështu sikur je i varur. Pra, bërja koloni nuk ishte humbje e sovranitetit, kishe privilegjet e tua, sepse trajtoheshe si qytetet e Italisë, si qytetet romake. Pra, ata i kishin ndarë qytetet romake, italike, të provincave. Nga kjo pikpamje, marrja status koloni ishte një favor. Pra, Ilirët ne kemi vetëm një të dhënë, që Ilirët nga rajoni Liburn, në veri të Iliris, kishin krijuar një ngulim në Korkyr, para rreth shekullit 7. Është i vetmi rast që Ilirët domon dalin jashtë territorit tyre. Dhe s'kishin nevojë, sepse Iliria ishte një territor i madh, populli ishte i madh, hapësirë kishte, mundësi jetese kishte. Pra, nuk është si Greqia. Greqia në krahasim me Ilirin që është shumë e vogël nga pikpamja gjeografike. Edhe kushtet kuptohet natyrës, thatë, shkëmbore e tjera detyruan njerëzit të iknin. Ishin detyruar të iknin, sepse s'kishin mundësi të bënin një jetë normale, kuptohet. Bënin një jetë më të mirë, kjo i detyroi që të iknin. Pra, ishte një migracion ekonomik. Kurse Ilirët s'kishin nevojë, sepse Ilirët kishin territoret e tyre shumë të mira. Me gjitha, si që kemi ne sot, pra fush, mal, kodër, lumejnë, dete, liqenë, gjitha kushtet normale janë, klime mirë, pavarësisht se veri ju për shumë ka dhe në atë kohë, se për shumicë e Ballkanit me Ilir ishte banuar. Grekët kishin pjesën e tyre, Maqedonësit kishin një shtet shumë të vogël krahasim me Ilirët, pavarësisht se bën një mbretëri të fuqishme. Kjo është tjetër tem për të diskutuar. Zoti Verkaj, sa i takon gërmymeve që janë zhvilluar në Apolloni, a janë të realizuara në masën 100%, mendoni që ka ende nevojë për ndërhyrje, a tregohet e plot tabloja që na vjen nga historianët e antikitetit? Shiko, zakonisht kjo është pyetje e gazetarëve. Sa përqind është zbuluar? Kur ti gërmon një qytet, nuk shkon me synimin ta gërmosh 100%. 100% është gërmuar, është zbuluar vetëm Pompei, për shembull. Por aty janë hedhur miliarda, sepse ai është nga qytetet antike që ka ardhur i paprekur në sajt vulkanit.
Në rastet e tjera, gërmimet bëhen për të nxjerrë në pa vlerat e një qyteti. Pra, qofse mbas 1000 vjetësh po e zëm Tirana do braktiset dhe do vinin ta zbulonin. Çfarë do bënin? Do zbulonin qendrën e Tiranës. Pastaj do hinin me një lagje. Pse? Sepse po kalove nga qendra ti, çfarë ke? Vetëm pallate. Ti s'ke nevojë që kosh 10 pallate të marrësh vesh si kanë jetuar. Një të mjafton. Ama ti do të dish se si ishte bashkia, si ishte teatri, si ishte stadiumi. Pra, këto janë zbuluar në Apolloni. Sepse thash, qyteti organizoi në mënyrë të tillë që qendra përfshinte politikën, tregtinë, fenë e tjera. Banimi ishte jashtë qendrës. Dhe ti duke gërmuar në qendrën e qytetit, nxjerr monumentet kryesore. Duke ushtri dhe pak me jashtë qendrës, gjende disa banesa, po s'ka nevojë të gërmosh 500 banesa. Një banesë, 2 banesa të japin, sa to kishin të njëjtin stil artër. Ai është një banesë që quhej me peristil. Ishte 600-700 metër, po ka edhe me 2000 metër atje në periudhën romake vila. Po një banesë normale ishte me 600-700 metër katror, sepse kishte një obor të brendshëm, kishte një hajat, blite ujin e shiut nga çatit fuste në një vend atje që ishte një pus i bërë artificialisht që i gërmuar, stera, sepse problemi i ujit ishte kryesori. Kështu që e merr vesh ti se si jetonin. Dhe nga ky pikpamje Apollonia nga me gërmimet që janë bërë ta jep mundësinë që ta dish se si kanë jetuar këta njerëz. Pra, kishin një teatr të 7500 spektatorë, që s'është pak. Kishin një Odeon që është një teatr i mbyllur, më i vogël me 500, 400, 500 spektatorë me sa duket për poezi. Ka një shëtitore, më thënë se shëtitore ishte një vend publik ku njerëzit dilnin, shëtisnin, po diskutonin, po edhe shikoheshin të rinj të tjera. Ka tempuj, është ana fetare, ka një gjimnaz ku stërviteshin dhe mësonin të rinj. Ka dhe monumente tjera për shumë ka bibliotek në periudhën romake, ka godinën e këshillit qytetit. Pra, jenë në gjendje nga kjo pikpamje janë zbuluar monumentet kryesore. Megjithatë, gërmimet që po vazhdojnë, për shumë ne nga gërmimet janë bërë për arritëm të marrim të dhëna më të sigurta arkeologjike që qyteti është themeluar në fund të shekullit 7, sepse u gjetën gjuhën banesash, po u gjetë edhe material qeramik, ai që të ndihmon më shumë për datimin, që i përket kësaj kohe. Pastaj gërmimet në Vareza janë ato që të japin materialin më të pasur arkeologjik për të ndërtuar një muze. Dhe muzeu i Apollonisë arkeologjik është nga muzet më të pasura, sepse është një muze i kompletuar, i cili ka materiale nga shekulli 13, para se themeloj qyteti, deri në shekullin e 4-5. Dhe shansi është që gërmimet në Vareza të japin nen të plota, të japin objekte të plota, stoli, armë e tjera. Pra, të gjitha këto gërmime që janë bërë, janë gërmuar disa tuma që janë, domethënë tuma nuk është gjë tjetër veç se një kodërvar artificial, sepse ti fillimisht bën një varim aty, pastaj shton një tjetër, shton një tjetër, duke shtuar, duke mbuluar, ngrihet ajo, kjo është një dëshmi e këtij organizimi dedikuar aristokratik familjar, sepse çdo familje kishte një tum të vetën, pra kishte vendin e vet në Vareza, siç edhe i ndajnë jashtë sot që kanë vendet e tyre secili. Por kjo jep shumë mundësi sepse edhe ky është një rit që është marrë nga ilirët faktikisht, tumat. Jo se s'njifen në Hellat, po më të preferuar ishin në Iliri, sepse me atë organizim që kishin ilirët pa kaluar në fazën qytetare, pra me fise, me familje të mëdha, një tum ishte një zgjidhje ideale për si vendvarim. Po këto të japin shumë objekte dhe ne jemi në gjendje që nëpërmjet këtyre objekteve të ekspozuara në Muzeun Apollonisë, t'i shpjegojmë vizitorit se si jetonte një apollonian. Pra, merreshin me tregti, merreshin me zejtari, kishin art, kishin kulturë, se i ketë gjitha atje. Domethënë që nga veglat e punës, statujat, enët, figurinat që i quajmë ne, pra lodra për fëmijë të tjera, të gjitha,
punime guri, punime keramike, punime metalike, punime kocke, pra është shumë i pasur. Dhe kjo e bën vizitën në Apolloni, si të thosh, të plot. Ti shikon monumentet, shikon qytetin, si ka qenë, pastaj vjen shikon se si jetonte qyteti dhe me çfarë jetonte. Edhe pikërisht janë këto që më kanë ndihmuar dhe mua tek libri që kam bërë për historinë e Apollonisë, që të jeth idetë e mia për mënyrën se si jetoni, duke shfrytzuar pikërisht sepse nuk mund t'i kesh të gjitha gjërat shkruar. Nuk ka literaturë kaq të bollshme sa të gjesh ti se si jetonin apolloniatët. Por duke i kombinuar këto të dhëna për burimet antike që nuk janë të pakta në krahasim me disa qendra të tjera të vendit tonë, përfshi edhe Epidamnin apo Butrindin apo Bylisin, me të dhënat epigrafike që quhen, që janë bishkrimet në gur, se bishkrimet atëherë bëshin gur, përdoreshin edhe papirusi për të shkruar, po për ta bërë diçka të, si thua, të pacënueshme, bishkrimi bëjnë në gur, sepse në gur ai ngelet gjithnjë dhe ekspozojnë në një vend caktuar. Monedat, enët, stolit, të gjitha pra këto materiale arkeologjik, monumentet, burimet e shkruara, burimet epigrafike, numizmatike që në monedat, gjitha bashkë, po ti përdorësh me efikasitet, jenë gjendje të japësh edhe një ide deri diku të saktë për mënyrën si jetonin apolloniat. Dhe një pyetje të futën zot Vrekaj, si flitën në Apolloni? Po kuptohet, jo, ishte helene. E kishin me dialekte. Ta kishin në dialektin, se vinin nga Korinthi. Korinthas. Edhe në përgjithësi, pastaj nga kuptohet çdo qytet kishte dialektin e vet, kishte kalendarin e vet. Pra nuk ishte një kalendar për të gjithë. Çdo qytet kishte kalendarin e vet. Historia e çdo qyteti fillonte me atë që e themeloi. Pra, duke filluar nga ai dhe vazhdonte. Viti në Apollonin nuk quhej vit me numër, po me emër. Pra, viti ishte viti i Prytanit. Pra, ai Prytan që qeveriste atë vit, i jepte edhe, thuash, anë kalendarike. Pra, edhe në mbishkrim e thuhet gjatë Prytanisë, domethënë gjatë kohës që ishte Prytan, po e zëm Agimi, po e zëm. Pra, në kohën e këtij Prytani ndodhi kjo ngjarje, edhe në mbishkrimet e tjera. Ky ishte kalendari, por ka raste që jepet edhe muaj. Jepet edhe data, jo dita. Ditët nuk i kemi. Kemi datat. Për shembull në datën 14 të muajit mars, po e zëm. Edhe ishin me emra. Disa nga muajt për shembull janë përdoren edhe në qytetet tjera të Epirit për shembull. Po disa dhe nuk përdoren, disa janë emrat muajsh që përdoren vetëm në Apolloni. E njëjta gjë ndodhte edhe në Maqedoni, edhe ata kishin kalendarin e tyre, muajt e tyre. Pra nuk kishte një unifikim të kalendarit. Qartë, zotë Vreka, faleminderit shumë që Faleminderit ishte në komunikim. Nuk e di nëse mbeti diçka pa trajtuar, diçka që dëshironi ta thoni për publikun. Jo, këto janë gjëra të tema që vazhdimisht pasurohen edhe në sajt materialet të reja që dalin, kështu që në një bisedë tjetër mund t'i japim të dhëna tjera. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.